Serbia anej, Serbia tha, Serbia na këshyri, shka me nëm për Serbin. Unë jëm fisi edhe që kjo është nësh. Mere digitronin dhe zë televizorin. Qëtë të në cilë ndush emission. Edhe dy qysh. Njona prej temave që këtu u full, ka me konë Serbia. Është për shembull një emision për sport. Pyetja e parë që i bëhet sportistit, a e ke mujt në herën ai kundërshtar serb? Është një emision për art dhe kulturë. Pyetja e parë që i bëhet artistit është, a ke sheknu në herën Serbi? What? Për politikë ma mos flasëm, se cili njeri që del me full për politikë në Kosovë, më nxipret me abo pyetjen tjetrit, me i thonë, a je ti shpion i Serbisë. Po pse ndodhin krejt kështu? Që unë e kam një farë menimi. Sepse mediat e na, për shkak të mungesës së kreativitetit, për krijim artistik, gjallë debate të panevojshme dhe të kuta, tu i fut njerëz në një garë imagjinore se cili është ma patriot se tjetri. Kur ftohesh me një emision televiziv në Kosovë, në çdo moment të bisedës, njerëzit duhet me nejt nën ethe, sepse moderatori i emisionit pret më testu me pyetjen çka i kishe bon te Serbisë. Tash ti kështu. Okupimi fizik i pushtuesit serb ka përfunduar në vitin 99. Mirë, po okupimi mental vazhdon edhe sot. Edhe kjo jo me iniciativë Serbisë, po vetëm me iniciativë tonë. Na son e kalojmë kohën bashkë çush ata kanë qef. Ton kohën tu folo tu krahasu me ta. Në çdo garë, qoftë ajo sportive apo kulturore apo shkencore. Pyetja e parë dhe ma palidhe që bëhet garuzve është, a dole ti për mi atë garusin e Serbisë? Mja palum i kallzu ati kushje. Kjo pyetje që bëhet, sugjeron që suksesi vetëm që njerëzit në Kosovë duhet me ndjek, është me konë më të suksesshëm se një njeri i caktuar serb. E ul shumë suksesin që duhet me synu na, se Serbia nuk është një farë shteti që do të mi pas lakmio si që ka bën një farë arritje të madhe botnore. Makina tjetër po vinte nga Xhemeni, po vinte për tala. Po edhe në kuft, po futja shka po mirë është në kohën me ta. Sipas menimit tem, neve na ka kriju një gardë në mendje. Mrena çti gardhit, nas po dina me menu për kur gjë tjetër për Serbinë, për armikun tu. Edhe çdo ditë që e kalojmë tu bë debatet kuta dhe palidhim për ta. Najna ato e hupni ditë që kishë mujt me shfrytzu për me përparu kombin ton. Sa do ku që rrim të e krahasu veten me ta, nave që na tu bo, çka po kanë qef ata na me po. Kështu tek e fundit, bota është më e madhe se Serbia. Edhe nuk kena nevojë me kalu jetën tonë të e krahasu veten me ta. Se tek e fundit pikërisht është që kjo çka ata do. Tonë se makini ik dronin.